Gjyshata Bektashian e Vlorës shtroi pritjen tradicionale me rastin e festës së Ashures, një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit shpirtëror Bektashian. Në këtë ditë të shenjtë, Gjyshata Bektashian e Vlorës u vizitua nga besimtar, por edhe personalitetet e jetës publike dhe politikës, të cilët përcollën urimet e tyre për paqe, mirësi dhe begati. Një nga vizitat më të veçanta ishte ajo e At Flavio Cavalinit, administratorit apostolik të Shqipërisë së Jugut. Për Cavalinin, kjo ishte dalja e parë publike pas marrjes së kësaj detyre të lartë. Ai u prit nga kryegjyshi botror i Bektashinjve, shenjtëria e tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj, i cili i uroi suksese në misionin e tij, si dhe paqe, begati dhe forcimin e vllazërisë mes komuniteteve fetare. Vizita u vlerësua si një tjetër dëshmi e harmonisë dhe bashkëtesës ndërfetare që karakterizon Shqipërinë. Gëzoj që jam tu për herën e parë në Vlorë për me pjesën e festin tuaj. Ashures ju uroj çdo të mirë, bekimet e Zotit dhe vllaznia mes nesh. Kryegjyshi botror i Bektashinjve, shenjtëria e tij Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj, vendosi theksin te dashuria, respekti dhe mirëkuptimi që duhet të mbizotrojnë mes njerëzve, veçanërisht në një periudhë kur bota po përballet me konflikte dhe sfida të shumta. Ai uroi që festa e Ashures të shërbej si një moment reflektimi, duke përcjell mesazhe paqeje, harmonie dhe solidariteti. Kryegjyshi nënvizoi se bashkëtesa fetare në Shqipëri është një vlerë e çmuar dhe e rrallë, e cila duhet ruajtur dhe forcuar brez pas brezi. Kemi dashuri midis njëri tjetrit, edhe midis komuniteteve që vllai im katolik ka ardhur sot ta uroj, edhe këtij urojmë detyrë të re, suksese, mbarësi në punë, që edhe vëllezërit tanë katolik të jetojnë në paqe, dashuri, siç kemi jetuar gjithmonë, me një harmoni dhe një bashkëtesë fetare të shkëlqyer, kur në Shqipëri dallohet nga gjithë vendet tjera dhe është një gjë e veçantë që është e rrallë në botë. Dhe ne mundohemi që ta mbajmë gjallë të dashurinë, këtë paqe, siç edhe lutjet që thamë, për paqen dhe për dashurinë e për mirësinë bashkënjerëzore. Urojmë, bekojmë të gjithë vëllezërit tonë, të kemi dashuri, paqe, mirësi në këto ditë të shenjta të muajit Muharrem. Kjo është festa më e rëndësishme për besimtarët. Patjetër është e rëndësishme se u sakrifikuan 72 vjet për të vërtetën, për dashurinë, për paqen, kundra, si ta them unë, pjesës ekstreme, siç vazhdon që të jetë gjithmonë. E mira gjithmonë ka qenë në luftë dhe e mira do fitojë gjithmonë, pavarësisht se do ketë luhatje, se e keqja është e shpejtë, kurse e mira do mund, do gjak, do djersh dhe do sakrifica. Prandaj këta burra që kanë dhënë jetë na tregojnë që pa mund, pa sakrificë nuk arrin asgjë në këtë botë të përkohshme. Urojmë gjithmonë paqe, dashuri dhe mirësi. Në ceremoninë festive dhe pritjen tradicionale morën pjesë edhe përfaqësues të politikës. Gjyshatën Bektashiane të Vlorës e vizitoi kryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës, Nada Meçorapaj, e shoqëruar nga antari i kryesisë së përgjithshme të Partisë Demokratike Atyrt Hoxha, si dhe antari i kryesisë së Partisë Demokratike të Vlorës, Romario Meminaj. Ata uruan besimtarët Bektashinj për festën e Ashures, duke shprehur dëshirën që kjo ditë të sjellë më shumë paqe, mirëkuptim dhe bashkim mes njerëzve. Në këtë ditë të veçantë dhe të begatë, në emër të Partisë Demokratike dhe nga Vlorë, dëshirojmë të urojmë të gjithë besimtarët Bektashian, gëzuar, mbarësi, shëndet, paqe dhe mirësi në familje dhe kudo. Faleminderit. Gjatë gjithë ditës, në ambientet e deqesës Kuzum Babait, vijuan vizitat e besimtarëve dhe qytetarëve, të cilët morën pjesë në ceremoninë tradicionale dhe ndanë urimet për këtë festë të shenjtë. Ata shprehën dëshirën që Ashurja të sjellë paqe, dashuri, shëndet dhe begati për çdo familje, duke theksuar rëndësinë që kjo festë ka në përcjelljen e vlerave të solidaritetit, sakrificës dhe bashkëtesës. Ju uroj të gëzuar festën e Qërbelas. Lavdi e herojve të Qërbelas, rroft popull Vlorës, rroft e 6+1 shifaqe bashkë. Për kujtimi të dëshmorëve të Qërbelas është një moment hyjnor, është një mesazh i madh që jepet njerëzimit që mbi gjithçka duhet të triumfojë drejta, vllazëria, bashkimi dhe uniteti. Për dashurinë ndaj Zotit, për dashurinë ndaj vendit, për dashurinë e asaj që është shpirtërore, duhen bërë edhe sakrificat më hyjnore. Dhe familja e Libejtit me Imam Hyseni në krye u sakrifikua për rrugën e drejtë për t'i lënë njerëzimit mesazhin që asnjë lloj sakrifice nuk kursehet për të drejtën, për dashurinë, për mirëqenien,
e shoqërisë njerëzore për unitetin dhe për paqen. Faleminderit. Gëzuar dita e Ashures, është një ditë e veçantë për ne besimtarët. Gëzuar për shumë vjetë, jetë moj mbar, moj marrem, apo jo. Kështu, gëzuar për shumë vjetë. Kjo festë është një ditë që ne përkujtojmë dëshmorët e Kerbelas. Dhanë jetën që gëzojmë ne sot këtë festën. Urimi qofshin ndezu brez pas brezit, qofshin të paharruar. Gjithë vetë na ndihmoj Zoti është për të gjithë.